lapidari. Edhe në këtë pikë, eskorta bashkë me kryeministrin u fut në treg, pastaj nuk kishin ku shkojnë, u rikthyen dhe u ngjitën, hajde ju lutem, dhe u ngjitën për në këtë pjesë. Tu doli edhe kryeministri, momente të sikletshme për të, por kjo tregoi që qytetaria e Librazhdit nuk e pranon diktaturën, edhe pse etiketohet si një vend i majt, këtu njerëzit treguan vlera, treguan zemër dhe kjo do të ngelet në histori, do të tregohet brez pas brezi, jo vetëm për qytetarët e Librazhdit, por dhe më gjerë, sepse është herë e parë